A mendon Murat që në Kosovë, në Prishtinë, me që të dytë po jetoni në Prishtinë, ka aktivitete që janë të nevojshme për ditën e fëmijëve, a kishe shtu diçka më shumë? Për shembull komuna, a të pëlqen ti qyshe festoni qershorin çdo vit, për vitet kaluar që atë këtyre kujtohet? Po. Të pëlqen qyshe feston? A ja kështë dhona ide kryetarit të Prishtinës për me shtu një qershorin e vitit tjetër? Ja kisha propozu Po. nashta me bu pak ma të lirë rrugët, me po një qershorin me ma pak makina, sepse plot fëmijë tash, po kanë ma pak tjetë dhe ma shumë po koncentruar për telefona, e kur po janë në rrugët po bon ma të rrezikshme për ata, e për këtë arsye kisha rekomandu kryetarit me bu atë ditë, ku ma pak, mon është një gra makinës, po veç ma pak. Me shpejtësit limitune edhe ma pak me një qytet. Ma pak shpejtësi. Megjithëse kryetari ka blloku dhe rrugë kryesore të qytetit për këtë arsye. E da çaj kishte propozu kryetarit Prishtinës për një qershorin e vitit të ardhshëm. Se kjo ma gati shkoj. Unë kisha mendu ja kisha propozu për ai me i bo disa loja që fëmijëve i pëlqejnë shumë, me bo disa aktivitete edhe tani kur ja tregojnë prindërit, kur ja tregojnë fëmijëve këto aktivitete, fëmijët gëzojnë edhe i lutin prindërit a mujna me shku. A mujna me shku.